Debat i ashpër mes Albës dhe Hygertës, fjalë të rënda dhe tension maksimal në shtëpinë e Big Brother Kosova, tensionet mes banorëve sa vinë shtohen dhe një nga përplasjet më të forta ndodhi mes Albës dhe Hygertës. Një debat që nisi si një shkëmbim mendimesh u shndërrua shumë shpejt në një përballje të ashpër, ku fjalët e rënda dhe akuzat personale morën vendin kryesor. Hygerta, e acaruar dhe e vendosur, ju drejtua Albës me tone të forta, pa u përmbajtur as pak. Ajo i tha hapur se sjellja e saj në lojë ishte e papranueshme dhe se mënyra si po luante ishte e turpshme. Është turp për këtë lojë që bën ti, i tha Hygerta me zë të lartë. Dukesh e sforcuar, je shumë e ulët në mënyrën si sillesh. Këto fjalë ndezën edhe më shumë situatën. Alba reagoi menjëherë, e prekur dhe e revoltuar nga akuzat, duke u përpjekur të mbrojë veten dhe lojën e saj. Ajo theksoi se çdo banor ka mënyrën e vet të lojës dhe se askush nuk ka të drejtë ta gjykojë apo ta ulë tjetrin me fjalë kaq të rënda. Banorët e tjerë u mblodhen rreth tyre, disa duke u përpjekur të ndërhyjnë për ta qetësuar situatën, të tjerë duke ndjekur debatin në heshtje. Atmosfera në shtëpi u bë e rëndë dhe tensioni ndiej në çdo cep. Ishte e qartë se ky debat nuk ishte thjesht për lojën, por për grumbullimin e pakënaqësive dhe keqkuptimeve që kishin kohë që zjenin mes dy vajzave. Ky përballim tregoi edhe një herë se Big Brother Kosova është një lojë psikologjike, ku presioni, nervat dhe dëshira për të dominuar shpesh i çojnë banorët në kufit dhe durimin. Fjalët e Hygertës lanë gjurmë, ndërsa Alba u shfaq më e fortë dhe e vendosur për të mos u tërhequr nga loja e saj. Pavarësisht kritikave, publiku mbeti i ndarë, disa e pan Hygertën si të drejtë për drejtë dhe pa filtra, ndërsa të tjerë menduan se fjalët e saj ishin të tepruara dhe fyese. Nga ana tjetër, Alba u pa si një banore që di të përballojë presionin dhe të qëndrojë në këmbë edhe kur sulmohet ashpër. Në fund, ky debat shtoi edhe më shumë zjarr.